Edhe në vendin në cilin ne jetojmë, në ditën ku njerëzit me aq pak sa dinin, se ndoshta nuk kishin shumë njohuri, të thonin se ka thënë profeti alayhis salam apo ka thënë filan dietar, ndoshta nuk ta bënin këtë ndarje, ama Islamin e kishin jetësuar në praktikën e tyre, i kemi parë dhe i kemi përcjell nga baballarët tanë dhe nga gjyshrit tanë se si e kanë jetësuar fenë. Domethënë, fqinjit i qëndronin larg në aspektin e dëmit, edhe nëse ishte vetë njëri i dëmshëm, do themi ndryshe, ose njëri i paull, ama fqinjin e vet nuk e cënonte, nuk e dëmtonte. Kur bëhej fjalë domethënë për mikun, dinte se si ta priste. Kur bëhej fjalë për hakun e Zotit, dinte se si ta ruante, dhe thonte, aman vetëm ke harami duam që ndrojmë larg. Madje kishin aq tradita të bukura, sa kur e merrte një punonjës me cilin kishin rënë dakord për punën të cilën do ta kryente tek ai person, kur vinte dita e pagës ose do t'ia jepte atë pagën, u bënin halal të dyja palët. Pra nga ku buronte kjo? A nuk ishte jetësim i fesë? Kur bëhej fjalë në halalin në të jetuar, mjaftonte të dinte nëse kafsha për cilën ne po bisedojmë është prej kafshëve të lejuara apo të ndaluara, nuk kishte nevojë të dije më shumë se sa kaq. Sot duhet diskutojsh pulën të cilën e konsumon, nëse lejohet ta hash apo jo, qingjin, delen, viçin, e gjitha baktit me radhë duhet ti diskutosh, të gjesh burimin, arsyeja, sepse nuk ka një respekt dhe nuk ka një jetësim. Emrin mund ta ketë totalisht emër Islam, po praktika e tij është në kundërshtim me fenë Allahut subhanahu wa taala. Ndaj të qenit të muslimanëve sot në krizë, nuk do të thotë se Islami nuk është zgjidhje për çdo kohë, por është një thirrje që muslimanët dhe një herë tjetër t'i bëjnë thirrje vetes, t'i bëjnë dhe një herë tjetër mirë llogarit me veten, t'i rikthehen fesë, t'i rikthehen besimit të mësuarit, por mbi të gjitha të praktikuarit të tyre.